Nderuar shikues, në mbrëma do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Operacioni ndërkombëtar URA godet bandat e trafikut të drogës në Shqipëri dhe Europë, lëshohen 52 urdhër arreste, bllokohen miliona euro pasuri. Berisha deklaron se operacioni kundër trafikut të drogës u dekonspirua dhe krerët e bandës u arratisën. Berita i takon vetëm antimafias italiane. Një sasi eksplozive e lidhur me celular për të aktivizuar nga distanca bllokohet tek Veliera në Durrës, policia kryen shpërthim të kontrolluar. Në fuqi vendimi për faljen e gjobave në 10 vitet e fundit, përfitojnë mira qytetarë dhe biznese, por përjashtojnë gjobat e policisë rrugore. Disa nga grupet më të fuqishme kriminale të trafikut të drogës dhe 3 degët e tij në Shqipëri janë goditur nga SPAK dhe antimafia italiane. Operacioni i koduar me emrin URA u finalizua me 52 urdhër arreste, si dhe miliona euro pasuri të bllokuara. Mes të arrestuarve janë edhe biznesmen si dhe avokat. Në 40 episode të ndryshme, nga viti 2020 deri në 2025, mafia shqiptare ka bashkëpunuar me atë italiane për të trafikuar tonelata të tëra kokainë dhe heroin. Në total janë lëshuar 52 fletë arreste nga gjykata e Barit në Itali, nga të cilat 29 në Shqipëri dhe 23 në Itali. Mega operacioni URA u shtri në 4 qytete: Tiranë, Fier, Vlorë e Durrës, ndërsa epiqendra e aktivitetit kriminal ka qenë pikërisht Durrësi. Është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri. Gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme qoftë nga pushteti financiar, që ata kanë të ardhurat që siguronin nga aktiviteti kriminal. Ajo që më pohoj është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti i Durrësit. Megjithatë, ndër të arrestuarit bëjnë pjesë 2 zyrtar policor, njëri prej të cilëve Orgest Molla, e që gjatë kohës së kryerjes së veprës penale, të dy bashkë kanë mbajtur uniformën e policisë së shtetit dhe një avokat, Armand Tragaj. Kemi ekzekutuar masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit, për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. Kemi pasur disa episode të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj zyrtarëve shtetëror. Kemi patur 2 punonjës policisë shtetit. Në njërin rast kemi patur bashkëpunim me pjesëtarët e grupit struktural kriminal dhe në rastin tjetër kemi patur një rast korrupsioni në policinë kryetare të portit Durrësit. Ndërkaq janë sekuestruar disa shoqëri tregtare, ndërsa dokumentimi i aktivitetit kriminal të tyre është provuar edhe nga komunikimet në skajet SC. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit, një bar kafe, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Nga operacioni janë ngrirë 11.5 milionë euro në total, asete dhe para të pista, të cilat qarkullonin në këtë mënyrë. Kemi arritur të shohim se parat nga bari shkonin në Shqipëri. Fluksi i parave shkuptuar nga të dhënat e çateve në fotografit në celular kishte përveç lëndëve narkotike edhe para. Kishte edhe letra të shkruara me dorë të dhënave financiare të grupit, përmes rindërtimit të të ardhurave. Për çdo shitje lëndësh narkotike kemi arritur të sekuestrojmë pasuritë për shumën e barazlefshme të çdo vepre penale. Operacioni i madh arriti të godiste 3 organizata të trafikut transnacional të drogës, ndërsa urdhër arrest është lëshuar për Ervis Doçin, i njohur në Durrës si Visi Pojës. Po ashtu urdhër arrest është lëshuar edhe për administratorin e një kompanie transporti, Ligor Çombashi në Fier. Lënda narkotike kokainë nisej nga Ekuadori drejt portit të Rotterdamit në Holand dhe më pas në barit e Italisë. Nga aty shpërndahej në qytete të tjera të Italisë, por edhe shtetet të Bashkimit Evropian. Droga e presuar kishte logo të ndryshme, përfshirë emra si Audi, Paris dhe Leon. Vrasja e një 29 vjeçari në Durrës vijon të mbetet mister për policinë. Hetuesve ju mungojnë të dhënat që mund t'i çojnë në identifikimin e autorëve. Deri më tani kamerat e sigurisë tregojnë se bëhet fjalë për një atentat të llogaritur deri në detaje. Policia e Durrësit zbardhi plotësisht dinamikën e atentatit mafioz që i mori jetën 29 vjeçarit Ermir Dedja një ditë më parë. Pamjet filmike dhe dëshmitë e personave të ndryshëm tregojnë se i riu është ndjekur për një kohë të gjatë dhe atentatorët kishin ndjeni të plotë mbi lëvizjet e tij. Ata zgjodhën të godisnin në një rrugic lagje ku Ermir Dedja ishte më i ekspozuar.
Autorët u afruan dhe e qelluan me breshëri, sapo ai kishte parkuar mjetin e tij dhe ndodhej në këmbë. Banorët e zonës e transportuan menjëherë në spital, por 29 vjeçari nuk i mbijetoi dot plagëve të rënda. Plumbat e Kalashnikovit prekën edhe qendrën shëndetësore që ndodhet pranë vendit të ngjarjes. Policia ndërkohë gjeti makinën e djegur të atentatorëve si dhe armën e krimit, por shpresat për të siguruar prova mbeten të pakta pasi gjithçka është shkrumbuar nga zjarri. 29 vjeçari Ermir Dedja me origjinë nga Shia, ku kishte jetuar kohët e fundit në Gjermani, ku besohet se ishte i përfshirë në veprimtari antiligjore, por nuk përjashtohet mundësia që ai të ketë qenë edhe pjesë e grupeve kriminale që veprojnë në Durrës. Një sasi eksplozivi e lidhur me një celular dhe bërgati për të aktivizuar nga distanca është zbuluar të martën rreth mesnatës në zonën e Velierës në Durrës. Policia dhe forcat gjenjere rrethuan vendin dhe realizuan shpërthimin e kontrolluar gjatë gjithë natës, duke u gdhyer dita e mërkurë, zona mbeti e rrethuar, ndërsa hetuesit mblodhën provat në vendin e ngjarjes. Vendi ku ishte vendosur tritoli është një nga rrugët më të popullarizuara në zemër të Durrësit. Nuk dihet ende nëse bëhet fjalë për ndonjë atentat të dështuar apo për ndonjë mesazh kërcënues nga bandat kriminale. Për Sali Berishën, operacioni ndërkombëtar kundër trafikut të drogës ishte merit vetëm me autoriteteve italiane të antimafjas. Kreu i PD tha se personazhet kryesor të përfshira në aktivitetin kriminal u njoftuan në kohë të largoheshin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi aksionin e përbashkët të spakut të antimafjas italiane kundër rjetit trafikut ndërkombëtar të drogës me qendër në Durrës. Në një konferencë me gazetarët, Berisha falenderoi antimafian italiane, por jo spakun, duke deklaruar se operacioni u dekonspirua. Porti është dorëzuar Troplinit. Ndaj dhe u njoftua Tikaj. U njoftua. Nuk them tha generalitete. I kemi sekret. Po që sekret ke janë tope? Ke shku ke arrestuar pastrusit dhe shoferit. Na thuj pak, kush e njoftoj pojen? Kush e njoftoj që iku? A ishte patroni i portit dhe në aty ishte zgjedhje i të gjithave. Në këtë komunikim me gazetarët, Berisha denoncoi procesin e votimit të diasporës në Greqi, duke treguar edhe zonat ku Partia Socialiste ka fituar me 97%. Zarfat, votat, nuk u mbushen nga qytetarët e regjistruar, por ato në mira prej tyre u plotësuan nga patronazhistët të dërguar nga Tirana, nga punojës apo ish punojës të ambasadave dhe solli një manipulim të dalë jashtë kontrolli. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti se opozita nuk do ta njohë rezultatin e 11 majit. Zgjedhje të tilla nuk mund të pranojmë. Kur? Dhe nuk mund ta imponoj kush ne të pranojmë këto zgjedhje. Ndërkaq që ekspertët e Partisë Demokratike kanë hartuar një raport me shkeljet e pretenduara në zgjedhjet e 11 majit, i cili është shpërndar në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dokumenti është shpërndar nga kompania e lobimit Continental Strategy dhe bie në sy se Partia Demokratike kërkon hetim ndërkombëtar të zgjedhjeve dhe qeveri teknike. 11 maj ishte garë e vështirë për partitë e vogla, disa të cilave nuk arritën të hyjnë në parlament. Duke pranuar humbjen, drejtuesi i LZK Dashamir Shehi njoftoi largimin nga posti i kryetarit, edhe Enkelej Dalibej tha se rezultati i partisë së tij në zgjedhje ishte dështim. Dashamir Shehi vendosi të largohet nga drejtimi i lëvizjes për zhvillim kombëtar, pasi koalicioni që ai udhëhoqi dështoi në zgjedhjet e 11 majit. Në konferencë për gazetarë, Shehi njoftoi dorëheqjen nga posti i kryetarit forcës politike që krijoi pothuaj 2 dekada më parë. Duhet ta pranojmë që Edi Rama qëndron në pushtet dhe arriti këtë rezultat edhe për fajt gabimeve të opozitës edhe të tonin brenda kësaj. Përgjegjësia bie kryesisht mbi leadershipin e partive opozitare, duke filluar nga koalicioni Ne Djathtas për Zhvillim. Dhe me thënë, kjo është një përgjegjësi që e mbaj unë personalisht, që me thënë sharrin e humbjes, edhe për këtë motiv, që me thënë, largohem nga drejtimi i koalicionit. Ndërsa Enkelej Dalibeja, i cili krijoi pak muaj më parë Partinë Djathtas 1912, pranoi dështimin në këtë garë elektorale. Dështuan siç duket për ta përcjellë tek njerëzit.
dështuan për të ngjallur besim, për të ngjallur shpresë, për të ngjallur entuziazëm. Dhe ky është një fakt të cilën do duhet ta pranojmë, qoftë edhe për të dhënë një shenjë të mirë pozitive në politikën shqiptare, që kur ka mos sukses, mbahet edhe përgjegjësi. Dashamir Shqei dhe Enkeleta Libeja garuan në një koalicion të përbashkët në zgjedhjet 11 majit dhe në të gjithë Shqipërinë ata fituan vetëm 5500 vota. Nëse shohim votën e kandidatëve, Dashamir Shqei mori 594 vota dhe Enkeleta Libeja vetëm 306 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të miratojë rezultatin e 11 majit pasi janë dorëzuar dokumentacionet nga çdo qark. Ky proces do të hap rrugë ankimimit të partive apo kandidatëve që kanë dyshime për procesin e numërimit të votave. Teksa procesi i numërimit të votave brenda dhe jashtë vendit ka përfunduar, të gjitha KZAZ-t po dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionet dhe tabelat e rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bazohet në tabelat origjinale të administruara, parton për mbledhjen e rezultateve sipas qarqeve, të cilat do të miratohen në përfundim nga komisioneri Ilirian Celibashi. Sipas rregullores, pas miratimit të tabelave nga kryekomisioneri, subjektet politike kanë 48 orë kohë për ankimim të rezultatit në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve, në varësi të volumit të ankimimit dhe mundësisë për shqyrtimit në kolegj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin përfundimtar. Disa nga partitë opozitare kontestuan procesin zgjedhor, ndërsa jo pak nga kandidatët për deputet që nuk arritën të dilnin fitues, drejtuan kërkesë për të marrë pamjet filmike në KQZ. Kontestimet mes kandidatëve nuk munguan as në Partinë Socialiste, ku nga disa pretendime për rimonitorim të pamjeve filmike, e vetmja që nuk u tërhoq nga kërkesa dhe ka siguruar pamjet është Blerina Gjulameti. Ajo nuk arriti të siguronte një vend në parlament, duke humbur me rezultat të ngushtë përballë kolegës së saj Olta Gjaçka. Për të gjithë kandidatët fitues, kryesocialisti Edi Rama ka dërguar një mesazh mirënjohjeje për secilin prej tyre. Së pari, dua t'ju falenderoj të gjithëve për eksperiencën e një betejë politike të paharrueshme, ku secili e secila bëri sa mundi dhe ku rezultati i përbashkët do të mbetet në historinë politike të Shqipërisë, e natyrisht edhe në historinë e Partisë Socialiste, si një sukses krejt i veçantë. Faleminderit. Së dyti, dua t'i përgëzoj shumë përzemërsisht të gjitha ata dhe ato që në fushën e hapur të betejës u përpoqën me të gjitha forcat e tyre dhe u bën fuqi e shtuar e Partisë Socialiste në çdo territor. Urime me gjithë zemër për ata e ato që ja dolën të hyjnë në ekipin e legjislaturës së ardhshme. Rama nuk la jashtë vëmendjes edhe ata që nuk arritën të kalonin pragun e fitores. Të gjithë atyre që s'ja dolën, u them shumë sinqerisht, se duhet të jenë jo vetëm krenar për pjesën e tyre të çmuar në fitoren e Partisë Socialiste, por edhe të bindur se në rrugën që vazhdon me super sfidën historike të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi i tyre do të jetë shumë i nevojshëm. Prandaj, kokën lart të gjithë bashkë motra e vëllezër, këtu nuk ka humbës, por vetëm fitues. Partia Socialiste siguroi mandatin e 4 qeverisës me një diferencë të theksuar ndaj opozitës me 83 mandate deputetësh. Vendimi për faljen e gjobave të 10 viteve të kaluara hyri këtë të mërkur në fuqi. Përfitues janë mijëra qytetarë dhe biznese që janë penalizuar për shkelje të ndryshme, por përjashtohen ata që kanë marrë gjoba nga policia rrugore. 3 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, qeveria zyrtarizoi faljen e penaliteteve të vendosura nga janari 2015 deri në nëntor të vitit 2024. Vendimi është vijimi i zbatimit të ligjit të miratuar në kuvend në dhjetor të vitit të kaluar dhe nga kjo e mërkur ka hyrë në fuqi. Vendimi parashikon faljen e të gjitha penaliteteve të vendosura nga 6 inspektoriate të ndryshme, ku përfshihen gjobat e vendosura nga inspektoriatet vendore dhe ai kombëtar i mbrojtjes së territorit, nga Policia e Shtetit dhe ajo bashkiake dhe nga Inspektoriati Kombëtar i Ushqimit dhe ai shëndetësor. Konkretisht, përfitues janë ata që janë gjobitur për ndërtim të paligjshëm për strehim individual në qytet apo në fshat dhe janë gjobitur nga IKMT-ja, Policia e Shtetit apo ajo bashkiake. Në këtë falje nuk përfshihen gjobat për shkelje rrugore. Do të falen gjobat e vendosur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në subjektet agropërpunuese në zonat rurale, si dhe penalitetet nga Inspektoriati Shëndetësor për masat anti-Covid. Përfitues janë individët, por edhe ato biznese që janë me statusin person fizik apo juridik që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fshat apo në qytet.
Në bazë të vendimit I cili mban firmën e 4 ministrave, ati të brendshëm të bujqësisë, të shëndetësisë dhe të pushtetit vendor, tashmë të gjithë inspektoriatet do të hartojnë listat me individët dhe bizneset përfitues brenda 30 ditëve. Arkeologët kanë bërë një zbulim interesant në Bazilikën e Ballshit. Bëhet fjalë për monedha bakri të periudhës bizantine, të cilat kanë të gdhendura portrete të perandorëve. Gjetjet pritet të hedhin më shumë dritë mbi jetën në këtë zonë gjatë perandorisë së Bizantit. Një koleksion I jashtëzakonshëm monedha që datoj në shekullin e 13 është gjetur në manastirin e Shënmërisë në Ballsh. Ky grup I përbër nga 47 monedha, të cilat arkeologët I konsiderojnë si një thesar të vërtet, ka rëndësi të veçantë jo vetëm për përmbajtjen dhe formën e tyre, por edhe për lidhjen që ato kanë me historinë e manastirit. Është I rëndësishëm për faktin se përveç monedhave në vetvete, por për faktin se na ndihmon të përmirësojmë të ndërtojmë më mirë kronologjinë e historisë së manastirit, siç po duket nga puna restauruese, nga analizat e profesor Stamatit, po del që ka pësuar një ndikim të madh nga një temperaturë e lartë, domethënë nga një zjarr. Do të thotë që po na jep një indikacion edhe për një moment me gjatë shkatërimit të manastirit, I cili pastaj është ndërtuar qartësisht. Disa prej tyre janë restauruar tashmë, ndërsa të tjera janë në proces restaurimi. Monedhat kanë figura të qarta me imazhe të perandorëve dhe shenjtorëve të njohur të asaj periudhe. Desh të bësh një ndërhyrje konservuese, restauruese në mënyrë që të lirojë sipërfaqja e monedhës nga depozitimet dhe nga produktet e korozionit, në mënyrë që të bëheshin të lehtësueshme, me pam që në sipërfaqe të monedhave kishte njolla të zezë, të cilët nuk I kishin nga rrugët normale të pastrimit, dhe që ishte një oksid të bakrit, një mineral tenorite që quhet, dhe që krijohet mbi sipërfaqen e bakrit nëse temperatura arrin në 300 gradë. Ky koleksion përfshin monedha bizantine prej bakrit dhe ofron një panoramë të vlefshme për politikën monetare të periudhës mesjetare, duke ofruar më shumë dritë mbi këtë periudhë të rëndësishme historike. Kuvendi I Kosovës nuk arriti as të mërkur të zhvillonte seancën e konstituimit. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se vetëvendosja nuk tërhiqet nga emri Albulena Haxhiut për krye parlamentare. Deputetët e Kuvendit Kosovës u mblodhen sërish këtë të mërkur për të vijuar me procedurën e konstituimit në përpjekjen e 19 radhazi, por pa sukses. Në pritje të një përgjigje nga gjykata kushtetuese nëse votimi I fshehtë që ka kërkuar lëvizja vetëvendosje është apo jo legjitim, partitë opozitare këmbgulin në qëndrimin e tyre për mos votimin e Albulena Haxhiut. Ne nuk I komentojmë dëshirat e deputetit Kurti. Ne e vlerësojmë realitetin politik që e kemi në kuvend. Nuk ka shumicë parlamentare. I bëjmë ftesë të reflektoj, të ndroj kandidatën dhe të ecim tutje. Ne nuk mund të suspendojmë demokracinë për shkak të tekeve të Zotit Kurti dhe ambicjeve të zonjës Haxhiu. Të gjitha palët vijuan njësoj edhe në këtë seancë, edhe pse kryeministri në detyrë dhe kryetari I vetëvendosjes Albin Kurti deklaroi se emri Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit nuk do të ndryshojë. Le të mos e bëjmë këtë lojë negative, sepse një kryesi e kuvendit ku ja përzgjedhim ne njëri tjetrit, ajo ka esencë negative. Ne duhet ta respektojmë propozimin e njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë ta kemi një kryesi meritore të kuvendit. Mëtej Kurti tha se do të jetë I gatshëm për të bërë kompromise me partitë e tjera për të plotësuar numrat për qeverinë e re, megjithse ai nuk sqaroi pse nuk po I përdor të njëjtët numra edhe për zhbllokimin e procesit të konstituimit të kuvendit. Ata nuk besojnë që unë I kam 61 për kryeministër. Dhe unë u them atyre që më testoni. Nëse ata besojnë që Albin Kurti si ka 61 vota deputetëve për të bërë kryeministër përsëri, e kanë në dorë të më testojnë. Le ta votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua. Nëse unë dështoj, pikërisht kjo do të ishte fitore për ta. Kurti tha se gjithë përgjegjësia për konstituimin I takon opozitës, e cila sipas tij duhet të votojë dhe jo të kundërshtojë propozimin e lëvizjes vetëvendosje, e cila është e vetme parti me të drejtë propozimi në këtë procedurë. Konstituimi I kuvendit do t'i hapte rrugën qeverisë së re, e cila do të sjellë të papritura pasi askush nga palët nuk mund të formojë një shumicë. Nëse nuk arrihet një marrëveshje politike mes subjekteve, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Duke I përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.